صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على خير خلق الله محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فيا عباد الله يقول الله عز وجل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا صدق الله العظيم. ويقول تعالى أيضا أستعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. ويقول الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم في حديثه الشريف اتقوا النار ولو بشق تمرة صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيما قال أو كما قال. Shumë të nderuar vëllezër besimtar, fillimisht ju përshëndes me përshëndetjen e Xhennetul Firdausit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Paqja, shpëtimi, mëshira, mirësitë dhe gjitha begatitë e Allahut Dhu Xhelal qofshin mbi ju. Falënderimet dhe lavdërimet zomen që i takojnë vetëm Allahu Xheleshanuhu Xhele Xhelaluhu, krijuesit të kësaj dynjaje, mëshiruesit, mëshirbërësit, Allahu Xheleshanuhu Xhele Xhelaluhu, të cilën e falenderojnë, e madharojnë dhe i bëjnë sejdë atij çka ka në qiell, mes tyre dhe në tokë. Allahu Xheleshanuhu Xhele Xhelaluhu, tek i cili çdo krijesë për çdo nevojë vetëm tek ai kthehet. Salavatet dhe selam e nderuar vëllezër në këtë ditë xumaje, në ditën më të mirë në të cilën lindën dielli, në këtë ditë feste, bashkërisht kështu si jemi ja çojmë dhe ja dërgojmë nurit dhe shpirtit të Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammedin wa ala ali sayyidina Muhammed. Ati dhe familjes së tij të pastër dhe të ndershme, ashabëve, tabiinëve, etbaj tabiinëve dhe gjithë atyre që ndoqën janë duke ndjekur dhe do ta ndjekin në rrugën e tij inshallahu taala me të mirë deri në ditën e gjykimit. Ndëruar vëllezër, megjithëse sot keni ndëgjuar edhe ligjëratën e mëngjesit, Bajramit, edhe tash mos ju vije shumë, por megjithatë fetarisht dhe islamikisht dhe sipas Kuranit dashur vëllezër, këshilla asnjëherë nuk ka fund. Do të thonë ne çdo herë kemi nevojë për këshilla për njëri tjetrin, për ta përkujtuar Zatin, se nuk themi edhe kush e di çfarë gjëna është të reja, por për kujtimi, ashtu siç thotë Kurani, ka një ajet kuranor për këtë, për përkujtimin, për këshillën tëtë, fadhakkir inna dhikra tanfa'ul mu'minin. I thot Allahu pejgamberit alayhis salatu wasalam, o Muhammed, përkujtoji, shko sa bukur i thot, nuk i thot mësoj, sepse në shumë gjëra edhe i di, ma nuk jemi edhe të vegjël, tash do fillojmë prej abdesit, prej namazit, prej guslit, prej tejemumit, por thot përkujtoj besimtarët. Keni parasysh sepse ngarkesa e dynjas është aq dinamike sot, sidomos në dekadën e fundit ku jetojmë, aq tepër njeriu i sotëm është i ngarkuar sa që haron Zotin, por largohet nga lidhja që duhet ta mbajë non stop të gjallë me Allahun Xheleshanu, edhe si pasojë e kësaj këshilla është shumë e dobishme. Allahu i thot pejgamberit alayhis salatu wasalam, ya Rasulullah, fadhakkir inna dhikra tanfa'ul mu'minin. O Muhammed, përkujtoj besimtarët. Sa bukur i thot, nuk i thot mësoj. Se ti mësosh është diçka tjetër. Ti përkujtosh, do të thonë gjërat që i din tu a përkujtojsh. Siç thot pejgamberi alayhis salatu wasalam për shokun e mirë, kur e kanë pyetur ya Rasulullah, kush është shoku më i mirë në botë? Ka thonë shoku më i mirë në botë është ai të cilin kur e sheh ta përkujton Zotin. Hiç pa mot fole, vetëm kur e sheh në fytyrë, në tekët namazi, Allahu, halali, harami, krejt tekën. Shihni, ky shoku të cilin ti e sheh nuk mëson diçka të reja, por momentin që ti e sheh, ai ta përkujton Allahu Xheleshanu dhe Islamin. Edhe ne dashur vëllezër, çfarë është përkujtimi i ditës sotme? Me që dalim, është ditë e parë mbas muajit të Ramazanit, është një Shevali, do të thonë muaji Sheval është muaj më njëherë që vjen që pason mbas Ramazanit. E shfrytëzoj edhe rastin që u përkujtoj për ata që duan të agjerojnë 6 ditët e Shevalit.
mund t'ja fillojnë që nesër me një herë, mund të edhe mbas nesër edhe kështu me radhë, e rëndësishme se ditën e Bajramit nuk bën, ditët tjera mundet, por mos harrojmë që mos shpejtojnë, ka mundësi se ditët hënore zgjasin ma shumë 29 ditë her pas here 30 ditë, kështu që brenda 30 ditëve ose 29 ditëve derisa të dalë muaj Sheval mund ta xhirohen edhe mund të shkputen, nuk është patjetër ta xhirosh rishtazi, mund një ditë të hanë ose marrësisht si është gjendja dhe situata. E rëndësishme është që Allahu xhaleshanuhu çdo ditë e shpërblen me 10 ditë, do me thonë një ditë e agjëruar e Shevalit është sa 10 ditë, 6 ditë është e barabartë me 60 ditë, edhe 30 ditë që i kemi agjëruar bëjnë afër 300 ditë, i vjen kush i agjëron edhe 6 ditët e Shevalit, llogaritet ke Allahu xhaleshanuhu kurse ka agjëruar 360 ditë, do me thonë nëse ka agjëruar normal edhe Ramazanin, ashtu shpërblehet ke Allahu xhaleshanuhu sikur ma agjëruar gjithë vitin. Është një bonus i mirë është. Ne për herë e bisedojmë atë çështje si ti mbushim bagazhet, sepse rruga edhe rrugtimi për në botën tjetër, vërtet në daljen e shpirtit është e shkurtë. Ajo zgjatën 5 sekonda, Allahu e di sa zgjatën, se nuk e dim s'kemi vdek asnjëherë, por e rëndësishme është se vetëm i perde e vogël neve na dam prej ahiretit, por rrugtimi dashur vëllezër, sa është ditë xhumoje, tash ditë Bajrami, mos thotë dikush hoxha direkt te vdekja na çoj. Po andaj jemi duke shkuar, ne duam ose s'duam. Ne udhtojmë për ditë. Niha, çdo hap që e bën më afër varit jemi, duam ose s'duam. Prandaj këshill kjo. Edhe rrugtimi pse është i gjatë, neve na duhet bagazh shumë. Këtë kam qëllimin. Çdo herë pikësynimi im i derseve të mia është ky. Do thonë, të përgatitemi se rruga është shumë e gjatë. Pavarësisht se dimensioni edhe këtë kemi biseduar për derset e Ramazanit edhe jashtë Ramazanit, dimensioni ke Zoti nuk ekziston, ke ne është ajo. Dimensioni, Allahu nuk përkufizohet Allahu në as në hapësirë. Ne përkufizohemi. Edhe Allahu nëse don, udhëtimin ton për në ahiret deri në xhenet e bën sikur me ndej gjimsditet e varet, nëse don e bën 50.000 vjet, nëse don e bën 500.000 vjet ose 5 milion vjet. Maazallah, nëse e bën 50.000 vjet, ku do shkojsh me një Ramazan? Ku do mbrejsh? Ki parasysh? Do harxhohen hamburgerët. Edhe çfarë do bësh? Çfarë do hash rrugës? Kjo është qëllimi i dynjas, i provimit të dynjas. Allahu xhaleshanu shumë bukur thotë. Ai flet kështu. Ta kemi një definicion që rrihet gjithmonë në mendje dashur vëllezër. Kemi të bëjmë me drejtsinë e Allahut edhe me mëshirën e Allahut. Me dy çështje besimtari ka të bëjë, edhe jo besimtari, krejt. Ta kuptojmë, me drejtsinë e Allahut, e kam pyet pejgamberin alayhis salatu wasalam, ja Resulullah, me drejtsinë e Allahut a do hinsh ti në xhenet? Ka thënë asun sun hin në xhenet. Maazallah, nëse Allahu, Zoti mos e boft, që Allahu të na gjikoje edhe të na shpërbleje me drejtsinë e tij, ne asnjë qysh gostivarit së mbrejmë rrugës për në xhenet. Maazallah, prandaj them maazallah. Nëse na gjikon inshallah, edhe këtë bëjmë lutje, nëse na gjikon me mëshirën e tij dhe me rahmetin e tij, inshallah do fitojmë diçka nga Allahu xhaleshanu. Ama ne nuk jemi sigurt. Ne nuk e dim si do na gjikojë i madhi Allah, sepse gjisma e Kuranit flet për drejtsinë e tij, gjisma tjetër flet për mëshirën e tij. E ku do bëjmë ne pjesën e këtë nuk e dim, hala s'mund ta definojmë, aq më tepër ne si xhollash. Ne jemi si ju, nisoj, ne vetëm interpretojmë. Asgjë kjo dallimi mes nesh dhe jush. Vetëm dallimi është ke interpretimi i ajeteve kuranore. Kosa bukur thot, kur flet me drejtsinë dashur vëllezër. Thot estaidu bila bismillahirrahmanirrahim, në surën Najm e keni ajeti 39 deri në 44 ku mëzihet to ajeti për sot. Thot wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Njeriu nuk i takon edhe nuk do t'i takoj asgjë tjetër në botën tjetër përveç asaj që ka punuar. Shkoni. Këtu është drejtësia, këtu nuk ka lidhje mëshira. Shqip, ajet kuranor është.
Wan laysa lil insani illa ma sa. Njeriu në botën tjetër do të ketë vetëm atë që ka punu. Edhe do rrihet do prese, rrjedhi për shkute te kantari, se jo dedja që pret milit, ose lopa që pret therë. Do presë me vepra tuja. Dikush pret me vepra, ku e di unë sa diku fera, dikush sa një grumbull, një matë, sa një kamion, dikush sa një ndërtes, dikush sa një kodër, se vepra do marrën formë, ashtu e përmendën pejgamberi sës. Edhe do rish me vepra tuaja. Wan laysa lil insani illa ma sa. Ti do lutesh të kesh bërë një zikër më tepër. Një zikër është një kufer më tepër. Ti do lutesh të kesh bërë një Ramazan më tepër. A më çaq? Problem. Ti do lutesh të kesh bërë një hax, një umre, një sadaka, një zeqat më tepër. A më çaq ke bën? Shif, një di shok, kjo ngjarje më bën përshtypje për herë. Në kohën e pejgamberit alayhisalatu wasalam flitet, dashur vëllezër, thot ishin një dy sahabi, një dy shok pejgamberit alayhisalam, të cilët historia e të cilëve ishte e njëjtë, do të thonë, këto ishin të pandar gjithë jetën. Edhe për një ditë kishin hyrë në Islam. E kishin pranuar Islamin për një ditë. Kishin ardhur ke pejgamberi alayhisalam, edhe ishin bërë musliman për një ditë. Edhe njëri prej këtyre vdes në xhihad, në luftë në rrugën e Allahut xhaleshanu. Njëri, ai tjetri, shoku tjetër, vdes një vit pas. Një vit pas. Edhe njëri prej sahabeve tjerë, një i treti, i sheh në ëndër këto. Ëndrat që kanë pas sahabët dhe që e kanë treguar pejgamberit e Islam kanë qenë gjithë ato vërteta, dashur vëllezër. Edhe shkon, çfarë shef në ëndër? E shef në ëndër, thot këtë të dytin që ka vdek një vit ma vonë, këtë dytin, ka hinë xhenet i pari. Këtë që ka vdek në xhihad, në luftë, në rrugën e Allahut, që ajo s'ka gradë më të lartë se ajo s'ka, e dini ju. Në xhihad, kur vdes njeriu, gjitha gjinat i falen përveç borxhit. Edhe momentin e parë, pike e parë e gjaku që i del, i falen krejt gjinat e tjera dhe e shet vendin e xhenet. Ka shumë vlerë të madhe. Shahidi ke Allahu xhaleshanu. Ama në interesant, kina ndër e shet kundër tonë. Në vend që kitë që ka shku shahid hi i pari, ai që ka vdek një vit më vonë. Edhe i thot, ja Resul Allah, kjo ëndra mu duk qeshit. A keni thonë ju se shahidi e ka gradën kështu. Pse hini ki që vdiq një vit më vonë, ky hini para në xhenet pastaj shahidi. Muhamedi alayhis salam ka busjesh ka thonë, po pse çuditesh? Si thot se për të çudit është? Jo, thot nuk ka për të çudit, sepse ki që ka vdek ma vonë një vit mbas, a nuk ka bën një vit ma tepër namaze. 365 dita falë, ma shumë se ki që ka vdek. Edhe ja përmend në Ramazanin, a nuk ka bën, thot, një Ramazan ma tepër? Sej? Shkoni? Prandaj thot pejgamberi alayhisalatu wasalam, në natën e fundit të Ramazanit, natën e fundit, me thonë mbram në iftarin e fundit, Allahu liron nga zjarri i xhehenemit aq sa ka liruar për natë gjatë Ramazanit. Nëse ka liruar 1 milion, do të thonë, atëre liron 30 milion më herë për një natë. Inshallah Allahu na ka shkruajt emrat tonë inshallah në atë listën e të liruarve nga zjarri i xhehenemit. Shkoni, sa lidhet dhe sa ndërlidhet dashur vëllezër mundi sa vlen ke Allahu xhaleshanu. Prandaj Allahu thotë kështu, gjithmonë do të thonë kur flet mbi gjysmën e Kuranit dashur vëllezër, ta marrëm shumë seriozisht këtë çështje, kur flet për mundin, aty flet për drejtsinë. Edhe ke drejtësia Allahu është shumë i përpikët. Jashtëzakonisht i përpikët. Sa i përpikët është? Ja sa i përpikët është. Ajeti kuranor tjetër do të tregoj. Kështu, estaidu billah bismillah. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Thot, kush punon për jush, për besimtarët, për herë folën për besimtarët këtë rast, për ne, për muslimanët. Thot, kush punon për jush sa një grimcë e atomit, mirë. Në grimcën e atomit asgjën se zanë. Përpara për shembull çobant u kanë hidh vend të kalë të gruni ati, të jonxhe ati, të mqenke e këtite. Ati flet për grimcën e atomit, o dashur vëllezër.
E disa është grimca atomit, nuk shihet. Një ditë lexojshë një natë, nuk e di hala kimistët, fizikantët, janë në dilemë të madhe, a ka njësi më të imet sa atomi. E përmenta një shkencari një element që unë asnjëherë se kisha ndëgjuar, se kimin ma e kimi lanë prej klasës, prej fillores e prej të mesmes. Po kish një grimcë hala më të imet sa atomi, interesant. A grimca atomi nuk shifet, ju e diti, grimca. A komplet sistemi kosmosi është i bërë prej atomeve. Pastaj vjen ujë, po edhe ujë është prej atomit. Edhe ujë prej atomit. Më thonë, çdo gjë prej atomit i krijuar. Allahu e përmendën atomin, e dini? Femen ya'mal mithqala dharratin, dherre, dikush i thot zero. Se zero është një sen. Gati se dhe atomi është as një sen. Ne ashtu e zanë. E arabët hinin për lajmet për shembull, ose lajmet politike, lajmet ekonomike, lajmet ushtarake, taka dhe rrije, arabët i thonë fuqis bërthamare. Taka dhe rrije, shqipni, dhe rrije, bërthamare, atomike. Edhe Allahu atomin, original, si element e përdorën edhe e përmendën në Kur'an. Atomin, që nuk shifet. Ose një pluhur të gjaketa që e ke, një pluhur që duket, thot, halama i imët, se dhe i pluhuri është prej 500 atomeve i përborë. Që grimë se pluhurit është ma pak 500 atome ka. E thot, nëse ju punoni sa një pluhur, sa një grimë pluhuri, të mirë, për shembull i thue, selamu aleikum. Edhe i busqeshëm pak. A thot busqeshja ose ta ka? Ti s'ke pare tapësh, ama din qeshish. Për qesh do të aktivizosh to një 70 muskuj të fytyrës, gjatës dhe të majtës. Edhe busqesh. Edhe ke fitu se vapi, interesant. Këtë zoti është problem. Nëse këtë zoti është problem, ama në edhe të kundër të ne dënon. Me drejtësi flasë. Sot flasim me drejtësi. Jo me mëshirë. Për mëshirën, dhe bëjmë një ders tjetër, inshallah. Shifni, kur flet me drejtësi, se rëndësishma është. Prandaj, një prej kushteve dashur vëllezër, një prej sebepeve, jo prej kushteve, që neve nuk na pranohen duat, lutjet, është edhe ushqimi haram. Allahu na ruaj. Ushqimi haram është. Kusht kryesor, bile, kusht kryesor për të pranu lutje është mos kesh në trup një grimc atomi haram. E kjo problem është. Rogën kur e merë prej banke. Banka që më krejt, ti marrësh në fel, plasëm, si pas Kurani, haram. Në fel. Ta shtuni ka thonë, hoxhas ka thonë, hoxha isë më intereson. Por në fel haram ka. Ati ka kamat, ati ka fejda, ati ka shtesa, plusa, minca, cinca, ku e di unë si ju thonë ato. Krejtjën aty. E shifni, si kanë thonë djetarët, edhe nëse nuk punoni me kamat, do t'ju kapje pluri i kamatës. Kjo pluri i kamatës. Dhe marrësh e hoqë, dhe marrësh rogën bank, ashtu. Në kapën, edhe mu më kapën, edhe ti, çdo njëri kapën. E po ka problem duaja, për më ka, nuk shkon. Hape e-maila krejt kimin e tash, krejt me e-maila, jemi me e-maila, shumicët, mbi 90%, si do mosha e mesit edhe e rej, a jemi me e-mail, ma shkruj e-mailin, ta jap e-mailin, ta qujnë e-mail, ma këthen e-mail, ashtu. Një gabim ke pasvordi, një numër gabim, një germa, a mund të hish? Së në hish, nuk qilet e-mailin. E ky gabimi është kjo dherreja që e përmendën Allahu, kjo grimca atomit që është haram brenda trupit muslimanit, kjo e pengon duan dhe shkuenat, të dini. Edhe prandaj sot muslimanit, shkoni si imi. E dini se 2-3 milion, para mendoni o vlezër, 3 milion haqilejër, si mjetë që të shkojnë, inshallah, qetëso situata dhe inshallah shkojnë. 3 milion, 2 milion, se të kjo e. Krejta të bëjnë dua, krejt. Prap gjenje vazhdojnë që ashtu. Ta që unë nuk them, nuk u pranohet, istakfirullah. Zoti diçka mund pranoje. Ama pse s'pranohet ajo që neve na dhem non stop muslimanët, mos derdhet gjaku i fëmijëve të muslimanëve. S'pranohet.
Ma para pranu për 300 vetëm, tash nuk pranohet për 3 milion vetëm. Pse? Në ka kap edhe pluri, ajo grimca në ka kap, që e përmendën Kurani. Edhe kush bën një grimc të mirë, të me njamel mithkale dherretin khajre njëre, një grimc pun të mire, një grimc, do të shohat, shkoni, do të khajre njëre. Në botën tjetër, Allah di those, bërëm kjo është e jo, që sa kemi hup, e kemi paketu, e kemi shkrujt, e kemi vylos, e kemi arkivu, a ditë që ke vdik ta kemi marë, sot që jeri gjanë, bojrëm kjo është libri jotë. Në surën Isra, lexoanja, Allah do të those, ikre kitabek, lexoa librin tanë. E kjo drejtësia Allahut. Wa laysa lil insani illa ma sa'a. Edhe njeriu atë ditë nuk do t'i takoj asgjë përposa asaj që ka punuar. Ai vet, ti veç ka ke punu. Jo gjali një pimbes ato kem punu për vete. Ti që ka ke punu. Si punë e provimit, as kush mund të hi për qetëri. Ma para kem bua dallavere, sot së mbojsh mo. Kret elektronik është. A qëtë që së mbojsh dallavere ma hiq. Botën qetër. Fe me jamel mithkale dhe rretin, sherrën njere. Edhe kush bën keq. Sa një zero, sa një grimc atomi, jere do të shohë. Allahu do i thosë se bojrëm shkjo është e joqë. Allahu nuk bën pa drejtësi. E tash, nëse kalojmë ke pjesë e mëshirës, ajo diçka tjetër është. Allahu ka fa njëri që ka vra 99 vete, i kini ato historia, as njësi kam tërgu këtë, dhe s'kam mend të tërgoj. 99 vete ka vra një 100, do të fali dhe për këtë, s'ka vrom. Kjo hinke mëshira. Si që thot pejgamberi alayhis salatu vesselam, dashur vëllezër, për një person i cili thot do të shpëtoj prej zjarrit xhenemit në mënyrën më spektakulare. Shumë interesant do shpëtoj prej zjarrit. Jo që do e rrenje Zotin, estagfirullah, se Zoti s'e rrenjsh. Por thot pse ka pas mendim të mirë për Zotin. Thuhet se një person ashtu ja paraqit xhenemi, xheneti, krejt janë paraqit pejgamberit alayhis salatu vesselam. Edhe një personi do t'i matën veprat, thot pejgamberi islam, do t'i matën veprat, edhe kur dhe shohën të kantari, as një punë të mirë, hiq, as gjon, zi, krejt zi, as një punë të mirë, hiq. Edhe, ama muslimon ka vdek muslimon, kjo pjesë e mëshirës tësh, a me pjesën e drejtësisë u murën vesht. Ke pjesë e mëshirës jemi. Edhe Allah thot i urnon me lekët mirë një robin tim qonja në xhenem. Normal, me drejtësi. S'ka as një vepër të mirë dhe shkuj në xhenem. Edhe pak para se të vija afër xhenemit kthehet dhe thot o Zot. As një hes më ka marrë mendja se rahmeti jo dësoset bashkëum. Si u sos bashkëum? Unë e kam ditë, kam dëgju prej xhollarëve, kam lexu prej këve, se ti ke rahmet pa kufishëm ashtu. Wasiat kulle shay. Mëshira jote ka përfshi çdo gjë. A kjo unë sos? Ti do me thonë pas ke rahmetin e kufizuar? Allahu thot atëherë ka buzqesh, ose do të buzqesh thot. Robi im pas ka mendim të mirë për mua. Mirë një çonja në xhenet. Shkoni, edhe kjo iman është. Jo se është ki, dikush mund të thosë ma termin tonë gusivari, trikash. Nuk ka qenë trikash. Nuk është që ka bërë dhe një trik. Por, edhe pse ka qenë shumë gjinaqar, s'ka bërë veprat mira, ama në jetë, edhe kjo është një koncept i shëndosh i imanit, ama iman pa vepra, që është shumë i rrezikshëm, nuk do me thonë se çdo kur më na mbajnë neve mendje, e në unë shpëtoj si ti, e ne ta mbajnë mend këtë fjalë që tha hoxha. Kjo është rrezik i 99.9, jo. Këtë mos haranja këtë. Por këtu përmendet pjesë e mëshirës dashur vëllezër. Edhe ki ka pas mendim të mirë për Allahun. Këtë dinjo do të thonë ka fituar dhe ka formuar mendjen e tij një koncept tamam, kjo koncept i shëndosh. Kur e kanë dëgjuar se rahmeti wasi'at kulle shay, ka një ajet kuranor që Allahu thotë mëshira ime ka përfshi çdo gjë, dhe kur është shpall ky ajet tonë sahabët, edhe shejtani e ka zgjat qafën, ka thënë edhe unë mund të shpëtoj mbas këtij ajeti. Pse? Se ajeti thot rahmeti im ka përfshi çdo gjë, edhe unë jam gjën jam, edhe unë mund të shpëtoj. Ama pas ndaj ajeti kur vazhdon të qesh shejtani e mbulon kokën me fesë.
Allahu na fal të gjithë dhe nuk dua që vonoj hiç, sepse është edhe ditë Bajrami. Lusim Allahun xhaleshanu na ketë pranuar agjerimin e Ramazanit, edhe çdo vepër mos i renditim çfarëdo që keni bërë, çdo vepër të mirë, inshallah Allahu e ka ngritur edhe ditë të tjera që keni paguajtur vitrat tuaj, Allahu a pranoft, i ka ngritur lart në qiell, edhe në ato qitapet tona, të cilat i presin me ditën e gjykimit na vinë në krahun e gjatë e jo në krahun e majt, inshallah. Për herë dhe urime festa e Bajramit përsëri, inshallah. Mrifshim edhe shumë Ramazane dhe festa tjera bashkë me më dashurit tonë. Walillahi l-Fatiha.